Animator. Bufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Zbulimi I Newtonit. Punë fantastike sonte, Newton. Po, ai kamioni lunës mori fund. Fal teje. Fal të gjithëve ne. Duhet të vizitoj asteroidët e mi për t'i karikuar. Nuk vënohem. Pa problem, si jemi sërish tek baza. Çfarë po kur dis kështu, Romeo? Do ta dish çfarë kërkojnë hapësirë. What? Ej, mund të lëndosh dikë me atë? Të lëndoj dikë? Unë? Unë thjesht do të kap asteroidet e tu dhe nuk do të lejoj të rikarikosh fuqit. Nuk mund ta bësh këtë. E bëra, nuk arrin dot tek asteroidet. Fuqia e yllit! Po më shterojnë fuqit! Djali I yllit do të bëhet një djali I zakonshëm. Mirë se erdhe në klubin pa superfuqi. Nuk do të jem kur në të njëjtin klub me ty. E vërtet, nuk je aq I zgjuar sa unë. Të gjithë mendojnë se jem më I zgjuari, por jo këtë herë. Shihemi. Newton, a je mirë? Shikoni sa shumë robot fluturues. Nuk kam si t'i arri asteroidët që të marr fuqit e mia. Nuk shkoj dot në hapësirë. Mos u shqetëso, ne do ta mendojmë një plan. Bëj mirë të iki në shtëpi. Nuk kam çfarë të bëj tani që jam një fëmijë normal. Pa! Ti je akoma një hero, e di. Edhe nëse nuk ke më fuqi. Nuk mendoj kështu. Duhet të largoj stresin. Disa ushtrime matematikore më bëjnë punë. Nuk dëshiron ta dëgjosh planin ton. Do të fluturojmë me bazën në hapësirë. Dhe do I largojmë robotët fluturues që të arrisë asteroidet. Për çfarë ta dëgjoj planin tuaj? Unë si unë ndihmoj dot. Nuk është e vërtet. Mund të vish me ne dhe të bësh roje, ose të bësh diagoza. Dua të them Diagnoza? Ju thjesht po shpikni gjëra për mua. Është më mirë nëse rri në shtëpi dhe nuk ju pengoj. Heronj me pijame, ja ku po shkoj. drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaja bëhet Ufe! Herojt me pijame! Duhet të largojmë disa mbetje hapësinore. Romeo nuk do na e bëj të lehtë. Kalojmë këta robot fluturues dhe pastaj merremi me të. Nuk kam robot fluturues. Si doli fytyra jote tek ekrani ynë? Teknologjia ime geniale. Doja të shija fytyrat tuaja kur ta bëja këtë. Mos lëvizni ju insektet me pijame, jeni shumë të bezdisshëm. Ti nuk e para asgjë akoma. Po, topa me qime. Jepi djali mace. Mos u shqetëso. Nuk do të presim edhe shumë. Heronjt me pijame do t'i lirojnë asteroidët dhe ne do të marrim fuqinë tonë.
Ej, mjaft me kaq. Çfarë po bëni? Thjesht po të largoj aty nga rruga. Keni thyer fabrikën time A mendoni se Romeo është mirë? Mendoj se nuk duhet ta gjuajmë më me lëmshe. Bëj mirë të shohim, a është në rregull? Ej, Ani! S'më besoj që e besuat. Bëuni gati se do t'ju gjuaj. Baza u përplas? Ka kapur heronjt me pijame? Jo! Duhet të bëj diçka. Por unë jam I pafuqishëm. Nuk I hyj më në punë njeriu. Nuk shkoj dot në hapësirë. Por mund të arrij të ndihmoj me ndrejtjen e bazës? Newtoni s'ka më fuqi, u krye. Kapa herojnë me pijame, u krye mirë e mirë. Apo meritoj më shumë për këtë. Plus dhe Newtoni kjo do të thotë Nuk ka rëndësi sa merita merr ti. Në fund të fundit mbetesh një keqbërës. një keqbërës I ligj që shpik këtë? Neutralizuesi. Nuk është akoma gati, por kur të jetë, do të marr fuqitë e tua. Që ti përdorësh ti për të qenë I keq? Ja, kjo s'funksionon kurrë. Kjo thjesht je I qafe. Paci fuqitë e herojve do të zhduken. Ti nuk do guxoje. Unë jam mora fuqit Newtonit. Ky neutralizuesi do të marrë dhe tuaja gjithashtu. A je mirë roboti me pijame? E di, a mund të të ndihmoj pak nga ana teknike? Dhe jemi gati për punë. Ndoshta duhet të bësh një pushim? Gjenit nuk bëjmë pushime. Sa mirë që nuk je gjeni pra? Unë jam truri më I madh dhe galaktik. Nuk njoh njeri aq të zgjuar sa unë. Unë po. Shoku ynë, ylli Newton. Nëse është kaq I zgjuar, si ja mora fuqit unë atëherë dhe e keni radhën ju. Ja ku vjen neutralizuesi. Bukur, e rregulluam. Tani mund të shkosh dhe të shpëtosh heronj me pijama. Çfarë? Të vi unë me ty? Por kjo është për heronj. Më shiko mua. Pa fuqi, pa kostum. Heronj me pijame. Bukur, po më shihni. Rehatoni. Do të jetë një shfaqje e bukur. Neutralizuesi do të jetë gati. Thuajini mirupafshim fuqive tuaja insekte me pijame. Nuk do ta lejoj që të marr miqve të mi fuqitë si të mia. Do të shkojmë atje. Koha të bëhemi heronj. Gati roboti me pijame? Bahu fort, kjo mund të funksionoj. Ha! Nuk e më energji, funksionoj vërtet kjo. Mendova se thjesht do na shihje sot. Mu desh ta rimendoja. Fal robotit me pijame. Ej, djema! Romeo unë poshtë, por është ende këtu. Baza është në gjendje të keqe. Çfarë do të bëjmë? Asteroidët e mi janë afër. Kjo do thotë që edhe fuqitë e mia janë aty, por nuk I arri dot. Do ta ndrejqim këtë, shoku. Wow! Newton, ma jep emblemën. Në rregull, Djema?
Të luaj me të kapura. Fuqia e yllit. Kështu e thua ti apo jo? Nxito pra bufe. Super shiritat e Macokut. Tani është në dorën tënde, shoku. Më ke munguar. Do t'ju kap eroj me pijame. Ha! Prit. Fuqia e yllit. Ja! Ti mezi se supernova ylli Newton do të kap erës tjetër. Që jemi së shpejti, miqtë mi. Heroj me pijame përthisti të gjithë ura, sepse gjatë natës I shpëtuam të gjithë. Fuqia e piratëve. Kurti piratëve të Romeos. Nuk do të bëhem pirati madh kështu. Më duhet një anije më e mirë dhe më e shpejtë. Oh, për kokë të kaçavidave. Makineri. Sol ngrirës. Ke të drejtë, hileqar. Mund të përdor këtë për të rinisur anijen time të vjetër të besuar në një galion të ndritshëm. Andro me sy hapur të në që. Mendon se mund të bësh anijen më të mirë me mbetjet e mia? Ai, këto pjesë do të na kthejnë anijen time të qiejve. Në koshin e mbeturinave të qiejve. Do t'ja tregojmë ne atij miushit. Plani im po funksionon dhe ai nuk ka asnjë dyshim. Mbetjet e tjera. Wow, qyteti është plot me mbeturina. Më duket se dikush ka hedhur pjesë makinash kudo. E ka bërë Romeo. E nga e diti? Ka një ngjitë se Romeo je aty. Kjo duhet të përfundoj tani. Heronjt me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po, Connery bëhet djali Macor. Amaja bëhet Bufe! Herojt me pijame! Forca. Le të ndjekim gjurmët e mbetjeve teknologjike të Romeos. Ja ku është pista njosi që po qesh. Do ta detyrojmë të pastroj rrëmujën e vet. Ndoshta nuk kemi pse. Shikoni. Mbush një çizme të plot selli. Do t'i marr këto mbeturina në anije. Do ta shosh. Pirati robot po riciklon mbetjet e Romeos. Pra kjo është diçka e mirë? Po pastrohet tani. Le të kontrollojmë gjërat të tjera. Merri të gjitha. Unë do t'i mbaj gjërat e mira këtu lart. Gjëra të mira. Anije sime I duen ato. Ahoj, shoku. Një gjuetar thesari mbeturinash, ha? Si thua të marrim disa gjëra të mira për anijen time, dhe unë e di mirë se ku t'i gjejmë ato. Tekania e armiku tim. Si mendon ti? A je dakord?
Ç'kemi roboti me pijame? Ku jeti? Ne u kthyem. Ishte një natë e qetë. Do të shohim një film. Një film me pirat. Na u kujtua kur pam piratin robot. Po shoqërohesh me një pirat shumë të keq. Ej, kush është i keq këtu? Ne jemi thjesht dy robot që po ndreqim një anije. Apo jo, zemra ime? Mbase i bën mirë të kaloj pak kohë me një shok robot, edhe ata e pastrojnë qytetin. Shihemi më vonë robot me pijame. Ndiqni atë fabrikën fluturuese. Mendon se mund të na mundësosh pak më shumë shpejtësi? Bluetooth i shpejt. Jo është shumë shpejt, por është vetëm fillimi. Më shumë pjesë për anijen time, më shumë. Ha, e kam atë piratin e programueshëm fiks atje ku e dua. E bukur kjo, mjeshtër, apo planifikon mjeshtri ta bëj sërish shef pirat? Tani. Ha, po kur dis diçka më të madhe. A, opsi. Ti e pa dhe fajn. Robote, më ngri lart e na largo. Mos ka porositur njëri pica? Nuk ishte zilja e derës, por alarmi. Është pirati robot, po sulmon fabrikën fluturuese. Roboti me pijame është atje po thua? Pse? E po kush e di, por lufta në qiell nuk është gjë e mirë. Surprise! Është arma më e madhe e piratit robot. Ku janë të bardhat e vezëve? Koha ti tregojmë qefin ati Romeos. Do t'ja tregojmë ne ati Miushit. Ndize Wi-Fi! Iha! Mirë se erdhët në bord. Çfarë the profesor për qafimi? Ju japim diçka për të pirë vizitorëve? Si thua për një goditje? Çfarë është kjo? Wow! E gjitha është pjesë e planit tim brillant. Robot, ti e di çfarë të bësh. Po, mjeshtër. Po tani kujt nuk i pëlqen të luftojë në qiell? Po, heronjë me pijame. Ata do të vinë këtu. Tani. Betejë në qiell mbaroi. Super shiritat e Machokut. Forca! Ashtu si që planifikuam, profesor përqafimi. Upsi. Ka thore të pjekura! Anija ime! Nuk do të dalim bandimën ton. Të gjitha si që planifikova unë. Super shiritat e Machokut. Ekuipazhi i anijes u shpëtua. U shpëtua? Unë do t'isha duke ndrequr anijen, po të mos kishit futur hundët ju. Filloni riparimin! Çfarë? Shokanie, le të shohim çfarë po ndodh. Ha! Pasi fat me ndreqjen e kanoqes së ndryshkur, pirat me pijame, kam qenë ja përpara jush gjatë gjithë kohës. Çfarë ka bërë tani? Si te bufes. Roboti ka që aktivizuar kutinë e energjisë diellore në anije. Dhe ju dha dhe juve diçka. Çfarë është kjo? Është thjesht një magnet i vogël. Super muskuj tek është shumë i fort. Të gjitha ata që më kanë prishur planet e mia apo më kanë mashtruar do të marrin fund. Fitova unë piratët me pijame. Mos më mbani mëri. Se sheka gjigjem.
Nuk ka gjë roboti me pijame, por pse e bëre? Është faji im, jo i ti. Më falni heronjtë të zemrës time. Do dalim që këtu në një mënyrë. A je sigurt për këtë bufe? Mendoj se morëm fund. Besoj se nuk është koha për të ngrënë. Tost! Çfarë po ndodh? Koha ti tregojmë qefin ati Romeos. Përgatis një gjylet. Gati tani? Gjuani! Gjuani! Gabim! Një tjetër! Zjarr! Hey! Gabim! Kjo është copa e fundit që kam. Daj shkodrejt fitores! Zjarr! Ja dolëm. Unë një buk tosti dhe shokët me pijame. Kujt i duhet një anije më e mirë kur kam një kuj pash kaq të mirë? Por ndodhemi akoma në mes të hiqit. Do të kthehemi me mënyrën e vjetër të piratëve. Ose roboti me pijame mund të ndrejë anijen sipas mënyrës së robotëve? Po thuaj se më mungojnë armiqtë e mi që i mund me gishtin e vogël. Prit, ky është... S'ka mundsi! Punë pashme me burimin e energjisë roboti me pijame. Tani do arrim. Kjo është më e mira që mund të bëjnë. Vendose armën e gjuajtjeve në maksimum. Kujdes! Duhet të lëvizim më shpejt. Robot me pijame, a mund të bësh magnetin e Romeos ta kthej gjuajtjen tek anija vet? Më lerdhi gjuaj. Gecko, bën mirë të bësh gati. Super kapja e Gekos. Magneti? Gati! Po! Me shfletuesin e internetit të Neptunit, shpejtësia sa vjen e rritet. Insektet me pijame, ata du të përplasen me ne! Gecko, tani! Ugh.